Emigrimi i të rinjve ka bërë që të rritën kërkesat për azil në Shkodër. Çdo vit më shumë, sipas të dhënave, të rinjt largohen jashtë vendit për një jetë më të mirë. Si pasojë e këtij fenomeni, janë rritur edhe kërkesat për në shtëpinë të moshuarve në Shkodër. Me largimin e fëmijëve, të moshuarit detyrohen të strehohen pranë këtyre institucioneve, duke bërë që numri të rritet ndjeshëm. Emigrimi i të rinjve po ndikon drejt për drejt në rritjen e kërkesave për strehim në shtëpinë të moshuarve në Shkodër. Drejtori i institucionit Fatjon Hoxha shprehet se kryesisht fenomeni i emigrimit ka sjellë shtim të aplikimeve, por edhe vështirësitë ekonomike mbetën një faktor i rëndësishëm. Realisht në vazhdimsi kemi shumë kërkesa, të cilët paraqiten, na takojnë, kërkojnë informacion, na marrin në telefon, ka raste na marrin edhe për jashtë shtetit për të kërkuar informacion më tepër. Kjo fal problematikave të ndryshme që janë krijuar si nga imigracioni, si nga problemet sociale që mund të kenë, probleme ekonomike. Dhe vërtet emigracioni ka vite që kanë emigruar fëmijët dhe tani janë plakur popullsia dhe është krijuar ajo distanca mes tyre dhe ka raste që shprehen, tentojmë që t'i marrim, por nuk pranojnë të jetojnë atje, ose kemi pamundësi që t'i marrim atje. Hoxha tregon se çdo muaj ka kërkesa të reja, madje janë vetë të rinjt ata që interesohen, kërkojnë informacion dhe pyesin për kriteret e nevojshme për të strehuar prindërit në këtë institucion. Realisht kërkesat për strehim që qendrën tonë drejtohen fillimisht nga bashkia i përcjell pastaj tek drejtoria e shërbimit social shtetëror dhe ne nuk kemi ndjeni reale të kërkesave që paraqiten atje. Unë mund të them një shifër që paraqiten pranë institucionit tonë dhe kërkojnë informacion apo na marrin në telefon. Mund të ketë rreth 10 raste në muaj që mund të na kontaktojnë ne dhe vinë me marrë informacion apo na pyesin përmes telefonit apo edhe përmes edhe rrjeteve sociale ku ne jemi më aktiv. Aktualisht në shtëpinë të moshuarve në Shkodër strehohen 65 të moshuar, ndërsa numri i kërkesave vjen të rritet nga muaji në muaj.